dalesha pak tek nismat e iniciativa jote, Ervin, që prej vitesh ti ke këtë nismën tënde si aktivisti mjedisit. Nuk është e kot fakti që, nuk e thash kot që kjo dhuratë për reportin është bërë edhe më parë nga ty për shumë ambiente të tjera, ku ka munguar, le themi, siç thamë, në 5.000 fidanët që ti mbolle në Gramsh, apo 2.500 të tjera. Iniciativa është komplet personale, fidanë të cilët ti i ble vetë, dhe ke këtë dëshirën për të pastruar ambienti dhe për të pasuruar atë me gjelbërim, gjë që po i mungon sa më Jemi me vërtet shumë borxhli natyrës nëse njerëz, duke marrë parasysh se sa vite ke dhe si ka nisur kjo nismë, çfarë të ka shtyrë personalisht për të qenë një iniciativë e tillë private? Se unë adhuroj malin plusën nga aktivitetet që unë bëj me off-road, jam adhuruesi mali dhe adhuruesi natyrë. Edhe në Gramsh ja dedikova këtë nisë ku molla 5.000 pemë duke marrë shkallë që u dojsh pa fund pemë atje. Ja dedikova vajzës time që në atë periudhë do vinte njetë, se goxha vështirësi, edhe ja dedikova asaj 5.000 pemë, poenës. E keni vendosur emrin Poena. Poena. Çfarë simbolizon? Emrin e mbretëreshës Poena. Është 3 muajsh e vajza? Po, 3 muajsh. Me jetë gjatë. Faleminderit. Me jetë gjatë. Pra, ju po thoni që morët këtë iniciativë për shkak të vështirësive, gjetët një motiv. Vështirësive që kishit kaluar për ardhin e jetë vajzës, apo jo? Asaj e kam dediku, sepse Gramshi u bë katastrofë, dhe thash pse jo, të le i gjurën, bukur, të vend që edhe jo nesër pas nesër krenohet, i kam jetë babi im këto. Gramsh ose në Elbasan ose vende tjera. Do të vazhdosh më tej, pra në cilat zona do të shkosh për të mbjellë fidanëve, çfarë thirrje ke për të gjithë njerëzit për të sensibilizuar në nisma të tilla të mbrojtjes së mjedisit? Ndoshta 10% të borxhit që kemi në natyrës, t'i adhurojmë natyrës. Ervini ka preferuar të na bëjë një dhuratë, meqense le themi i mëshon shumë kësaj pjesës të mbrojtjes së mjedisit dhe shpesh e ke thënë edhe në intervista apo dhe në ato që ti deklaron që sikur pemët të kishin wifi, të gjithë do ishin turur për t'i mbjellë në orët e përqark familjeve të tyre, kështu që le të ndikim këtë moment që një prej fidanëve është mbjellë në oborin e Report Televizion me shumë kënaqësi dhe të falenderoj. Faleminderit dhe ju për ftesën. Dhe Vera, sa po erdhi, sa po i mbollën një pemë një solla familjes së Report TV, ju falenderoj edhe ju për suportit, dhuro një jetë, dhuro natyrës. Faleminderit dhe ne do kujdesemi që ai fidan do vi ta kontrolloj edhe vetë. Do vi ta shëndetshëm.